Një ngjarje tragjike që tronditi kryeqytetin dhe vendin para 8 vitesh do të kthehet sërish në fokus të drejtësisë. Me urdhër të apelit të Gjykata e Tiranës ka vendosur të rishqyrtojë rastin e vrasjes së Mendukur Tetës, 61 vjeçarit, i cili u rrumbye, u dhunua në mënyrë të njerëzore në një lagje të Tiranës dhe më pas u vëra duke ikur me benzinë në zonën e Dajtit. Ky vendim nënkupton hedhjen poshtë të dënimit me 22 vite burg për të pandehurit, duke rikthyer çështjen në fazën e rigjykimit dhe rishikimit të provave. Hetimet kanë zbuluar se një nga personat e përfshirë është Lulieta Karaj, ish kolege e viktimës dhe bashkëthemeluese e një shoqate bamirësie për fëmijët jetim të ushtarakëve. Ajo mohon përfshirje në krim, por dëshmitë e tjera, si edhe një tablo më të errët. Një nga të arrestuarit, Gazmet Ngota, ka rrëfyer se viktima ishte fshehur nga Lulieta Karaj për shkak të një borxhi që menduhu kishte ndaj saj. E pam së bashku me Besmirin dhe ai thirrri për ta marrë në makinë. Kur pyeti Lulietën për fatin e tij, ajo u përgjigj: "Hiqeni qafe", ka thënë Ngota. Gjithashtu, djali i të akuzuarës është gjykuar në mungesë dhe vijon të jetë në kërkim nga autoritetet. Avokati i familjes së viktimës, Frandashi, thekson se dëshmia e Ngotës është e vetmja dhe e sigurt dhe si pandehur nuk është penduar për atë që ka ndodhur. Prokuroria thekson se krimi ka qenë i motivuar nga një borxh prej 1 milion lekësh. Për më tepër, një dëshmitar i tretë ka deklaruar se ka denoncuar për përndjekje Lulieta Karajin dhe ka njoftuar për këtë edhe Shërbimin Informativ Shtetëror, duke komplikuar edhe më shumë pozicionin e saj në këtë çështje. Ndërkohë, drejtësia do të vazhdojë me rigjykimin për të zbardhur plotësisht të vërtetën dhe për të dhënë një vendim të drejtë në këtë rast të rënd.